ka lu bugjetin, na nuk thash se gjykata supreme brenda politikë mos nuk është diçka e ri. Unë kompromisi politik më po, të shkel kushtetutën, ne kriju një farë. E që ky kuvend duhet me votu një qeveri, që shdo që ka emnin, teknike, gjithë përfshirëse, shpëtimet, kontar, me marrëveshje politike. E votën, mas 2 javë ja binë bugjetin, e votën në rregull. Për ndryshe, e Kuran Murati, edhe ministri i financa, e ban bugjetin, edhe shkone po jo, po është njëta situatë, unë e marraj bugjetin, këtu e propozoj, e qoj duhen qeveria do të bugjetin, edhe shkojnë gjykata supreme. Po jo e gjykata është na dim që s'do dy pozicionet bremimore. Pra vere ki kushtetutën. Po mirë dhe mirë dhe kushtetutën, se dhe ata në kushtetutë je bazu. Jo, e s'kush e bazu. Ndëgjam. Po mirë, nëse vërtet rrezikojmë 2 palë zgjedhje, mirë tash më lejoni politikisht. Patjetër. Veç me kushtetutë lejohet. Lëvizja vetëvendosje sa dhe ka nisur iniciativën për seancën e jashtëzakonshme ku do të kërkojë që të votohet buxheti. Është ai buxhet, si buxhet me votu? E propozon qeveria Kurti në buxhet. Jo, propozon deputeti e Kuran Murati. Deputeti e Kuran Murati. Po pra. Okej, kjo është e vërteta. Ne shkojmë në seancë. Shkojmë në seancë, partitë tjera refuzojnë që të hyjnë së në shkelje kushtetuese. Kemi zgjedhjet e dhjetorit. Na përsëritën zgjedhjet sërish në shkurt të mars. Po. Dhe vendi hyn në bllokat, se prej marsit e tuti jemi në bllokat totale nëse nuk kemi. Zgjedhjet e fora që mohan tash në dhjetor, munden me kriju një qeveri. Nuk krijohet qeveri. Ta nëzëm që nuk krijohet qeveri. Jo, krijohet, se zgjedhjet japin diçka. Po njeriu po paralajmëron 2 parë zgjedhje. Po paralajmëron, po nëse ta musi s'është ai. Tash çka veptojmë edhe çka të bëjmë. Mirë, po Arbe. Po na mund të besojmë aty. Në shkurt deri në shkurt në mars mundet me ndodhja jo ankesa aty. Nuk kërkojnë të edhe deputet. Edhe matematikisht. Matematikisht nëse e shohim, pyetja ime ka shumë legjitimitet. Se pastaj në shkurtën mars do thoni ke pas drejt pse e ke bërë pyetjen atë. Në koalicionin e ardhshëm duhet 80 vota. Nuk duhen gjaten jo. Për ta kalu duhet koalicion për 80, do thotë. E keni parasysh? Arben, edhe tash po flitet për presidentin. Me ata që ishin një koalicion. Për votimin e parë. Jo vetëm për zezë të kuvendit. Veç për zezë të kuvendit nuk kupton ka për një zgjidhje Albin Kurti mo të rresh nga kandidatura për kryeministër, me gjet një kandidat për shtatshëm, me shku me një qeveri normale. Këto zgjedhjet fantastike kështu të nxjerrur rasti. Jo, nuk është zgjedhje. Kjo është Kjo është zgjedhje logjike dhe kushtetuese. Albin Kurti ne pyetja ime është, nëse bllokohemi edhe në buxhet. A bën më shpak? A është kjo një atu ekstra politike vetëvendosur duke ne propozuar buxhetin ata zgjidhin krizën. Albin Kurti nesër aksion një dekret thotë po punojnë kek inxhinier, do m'ja nis me punu se kum pri fakultetin elektronik, zgjidhet kriza. Ty ka qefa i më shit Jo, po veç është më mirë, ha. Veç ai për shove keshin kek, ha. Po je më herët se nuk e dishim na këtë zgjidhje. Po na sta ulul. Jo more ku më s'po mundet me dalë dy kënd për PDK-s. S'po mundet me bin këtë Kosovën me 500.000 vota, po të shkojë të punon këtë. Ajo mëson me bëllë rryma, ka aty mas mirë. I pëlqen rryma, aty të merret me shtrejtimin e rrymës. Edhe kam mësuar ato filtrit para bëjlerit, i kam mësuar krem. Kriza zgjidhet. Këtu jemi. Debat jemi. Jo, nuk po ndoket në nivel i dorë. Vazhdoni të votoni, ju lutem. E ka ngritur nivelin gash. E ka kaluar në nivele të tjera. Vazhdoni të votoni sot do ta publikoj regjia, mos më lëni në fund pa publikuar rezultatin se kam harruar dje. Ke po me hile, ke po bërë me hile qëllim. Jo pa qëllim, pa me qëllim, jo s'kedosh me shtime pas kleka s'ma Arben e ki pullin me hile. Ti dush me bo pyetjen, cila parti do të fitojë zgjedhjet? Jo mi rendit aty, lëvë. Pra është diskriminim. Do t'i rëndis disi, me që ti horizontale. Ju lutem, ndrojeni me renditje alfabetike. Do më thonë me alfabet. A-këj bje para. Kush është pasaj? Nesër do t'a bëjmë pollin me renditjen alfabetike. Kush vazhdojnë ma shumë për vetëvendosin, atë hekne se po votojnë ata aty. A-këj në qite se atyra mushi ka luftu mas shumë të për qëtë vend. Edhe porën qite gjitha dhe ka me alfabet. Po, me analfabet, jo po me alfabet. Shikoj, po flasim për Arben, po flasim për kompromis politik. Ma mirë partit politike është me u ul bashk,